që nga vitet 70-ta, kur dëshmitarët e Jehovat janë në Kosovë, ne kemi vazhduar të mbajmë kongrese të përvitshme, por ky kongres është një kongres i veçantë, sepse organizohet për herë të parë nëpër masa kaq të mëdha. Rreth 2000 persona sot në stadiumin Fadil Vokri po e dëgjojnë këtë program, janë të ftuar gjithë komuniteti, edhe kemi pas pjesëmarrës nga komunitetet e ndryshme të besimeve të ndryshme fetare, por gjithashtu edhe pjesëtarë të organizatës tonë nga organizata në Shqipëri edhe në vende të tjera të botës. Siç e shikojmë nga tema, lumturia e përhershme është një temë e veçantë. Sot është shumë e vështirë për ta gjetë lumturinë, por është shumë e lehtë për ta humbur atë. Ky kongres është bazuar tek shkrimet e shenjta, na ndihmon të gjithëve, qoftë nëse jemi bashkëshorë si të jemi më të mirë, qoftë nëse jemi prindër si ta luajmë rolin më të mirë, fëmijët i mëson se si të jenë më të përgjegjshëm ndaj prindërve, të gjithë ne si qytetarë na mëson se si të jemi qytetarë më të mirë në komunitetin ku jetojmë. Gjatë këtyre 3 ditëve të kongresit, kemi, siç e keni pa edhe ju, kemi një skemë ku oratorë të ndryshëm mbajnë fjalimet, ligjëratat e tyre, gjithashtu kemi disa ekrane që janë vendosur, ku atje po luhen video edhe drama të bazuara në shkrimet e shenjta, ku njerëzit mund të mësojnë prej tyre. Të gjithë oratorët që po mbajnë këto fjalime janë të përzgjedhur nga organizata jonë, edhe patjetër ata kanë fjalime sepse janë studiues të shkrimet e shenjta dhe ata i zbërthejnë fjalimet dhe i mbështetin pikërisht nga këto shkrime. Ne presim të jemi akoma më të lumtur, të dalim akoma më të lumtur, sepse ky ishte qëllimi i këtij kongresi, edhe jemi të sigurt që ne do të jemi më të lumtur, do të mësojmë shumë gjëra siç kemi përmendur më herët, edhe ajo që pritet prej neve si njerëz është të zbatojmë. Qëllimi i Perëndis është që ai të na jap fjalën e tij, por ne jemi të lumtur vetëm kur e zbatojmë atë. Jemi të bindur plotësisht që lumturia e vërtetë vjen vetëm kur kemi një marrëdhënie të mirë me Perëndin.